Mali i Zi ka hyrë në fazën përfundimtare të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, pas një vendimi të rëndësishëm të marrë në Bruksel. Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, nëpërmjet Komitetit të Përfaqësuesve të Përhershëm, kanë miratuar krimin e një grupi pune, i cili do të merret me përgatitjen e marrëveshjes për anëtarësim të vendit. Ky zhvillim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt finalizimit të procesit të zgjerimit të BE-s dhe do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në proceset e integrimit të Malit të Zi. Përpjekjet për ngritjen e këtij grupi janë koordinuar nga Presidenca Cipriote e Këshillit të Bashkimit Evropian, e cila ka theksuar rëndësinë e një angazhimi të shpejtë dhe të kujdesshëm për përfundimin e punës teknike, e cila do të përgatisë terrenin për hartimin konkret të traktatit të anëtarësimit. Zëdhënësit e presidencës kanë shprehur besimin se ky grup do të japë një mesazh të qartë dhe të fuqishëm, duke treguar se anëtarësimi i Malit të Zi në BE është i arritshëm dhe brenda mundësive të vendit. Nga ana tjetër, komisionera për zgjerimin e BE-s, Marta Kos, ka paralajmëruar se marrëveshja e anëtarësimit do të përfshijë mekanizma të rinj sigurie, për shkak të një qasje më të kujdesshme të BE-s ndar procesit të zgjerimit. Ky proces gjithashtu do të kërkojë një armonizim të plotë të legjislacionit të Malit të Zi me ato të BE-s, si dhe mbylljen e të gjitha kapitujve të negociatave, të cilat janë ende në zhvillim. Për momentin, Mali i Zi ka mbyllur 14 nga 33 kapitujt e negociatave dhe duke përmbushur kështu një pjesë të madhe të kushteve të kërkuara për integrimin.